Fëmia im, dëgjo me kujdes. Kjo mesazh nuk erdhi rastësisht në jetën tënde. Në këtë moment, Zoti po të flet drejt për drejt. Ai ka një qëllim për ty, një qëllim që shkon përtej asaj që mund të imagjinosh. Çdo fjalë, çdo mendim, çdo ndjenjë që po përjeton, është pjesë e një plani më të madh që ai ka për ty. Jeremia 29:11 na kujton, sepse unë di mendimet që kam për ju, thot Zoti. Ai e di se çfarë ke në zemrën tënde, dhe ai e di se çfarë të nevojitet për të ecur përpara. Mund të ndihesh i humbur, i dëshpëruar, apo ndoshta i mbingarkuar nga sfidat e jetës. Por, dëgjo, Zoti është këtu. Ai të sheh, të dëgjon, dhe po të thotë se je i rëndësishëm. Çfarëdo që po kalon, ai është me ty, ai është pranë teje, duke të mbështetur në çdo hap të rrugës. Por, çfarë fardosh po mbani të fshehur? A ka ndonjë barë që po e mban brenda vetes? A ka lutje që po i mbajnë të heshtura? Ky është vetëm fillimi i udhëtimit tonë së bashku. Në momentin që do të hapim zemrat tona, do të zbulojmë se Zoti është gjithmonë aty, duke pritur që ne të hapim dyert e brendshme për të lejuar dritën e tij të hyjë. Le të vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, sepse ka shumë për të zbuluar. Dhe nëse thua në zemrën tënde, lutuni për mua dhe vazhdoni të luteni, sepse kam shumë nevojë për këtë. Më poshtë, do të shihni fjalën abonohu. A e shihni? Dua që ta klikoni. Në momentin e saktë që klikoni abonohu, do të bashkoheni me këtë zinxhir lutjesh. Dhe besoj se Zoti do të vizitojë jetën tuaj, shtëpinë tuaj dhe zemrën tuaj. Linku. Të dashur, a e ndjeni atë barë të heshtur që keni mbajtur brenda? Ajo ndjenja e rëndë që ju ndalon të ecni përpara, që ju mban të bllokuar në një vend ku nuk ndiheni të qetë? E di se është e vështirë të flasësh për këtë, por Zoti dëshiron që ti të dish se nuk je i vetëm. Ai e sheh çdo lot që ke derdhur, çdo lutje që ke bërë në heshtje. Ai e di se çfarë po ndjen dhe dëshiron që ti ta ndjesh lehtësimin e tij. Të gjithë ne kemi farë të fshehura, ato ngarkesa që i mbajmë brenda, duke menduar se do t'i kalojmë vetë. Por, le të jemi të sinqertë, a e kemi arritur ndonjëherë të heqim dorë nga ato peshat të cilat na mbajnë të lidhur? Shumë herë, ne lutemi për ndihmë, por e gjejmë veten ende të bllokuar në të njëjtin cikël. Ajo që ndodhi me popullin e Izraelit është një shembull i shkëlqyer. Ata kaluan vite të tëra në robëri, duke pritur një shpëtim. Por, Zoti nuk i kishte harruar. Ai e dinte se çfarë po kalonin dhe kishte një plan për ta, një plan për t'i çliruar. Në këtë moment mund të ndihesh sikur je në një robëri të ngjashme. Mund të ndihesh i ngujuar, i bllokuar, i humbur. Por, dëgjo, Zoti është duke punuar në jetën tënde. Ai po përgatit një rrugë, një mundësi për të dalë nga kjo situatë. Nëse je në pritje, nëse ndihesh i lënë pas dore, mos harro se kjo është një periudhë përgatitore. Zoti nuk të ka braktisur. Ai është duke punuar në heshtje, duke të formuar për atë që do të vijë. Mendo për Abrahamin, që priti me vite për të pasur një djalë. Ai e dinte se Zoti kishte bërë një premtim, por pritja ishte e gjatë dhe e vështirë. Ndonjëherë është e lehtë të humbasësh shpresën në mes të pritjes. Por Zoti e dinte se çfarë po bënte. Ai po e formonte Abrahamin për të qenë babai i shumë kombeve. Dhe në momentin e duhur, ai e realizoi premtimin e tij. Për ty, ndoshta është koha të reflektojmë mbi barën që po e mbani. Çfarë është ajo që ju ndalon të ecni përpara? Çfarë lutjesh keni bërë që ende nuk janë përgjigjur? Ajo që Zoti dëshiron është që ti të hapësh zemrën tënde, të pranosh se je i mbingarkuar dhe të kërkosh ndihmën e tij. Ai dëshiron të jap paqe dhe qetësi, por për këtë duhet të jesh i gatshëm të lëshosh ato barë. Kjo është një mundësi për të rifilluar. Një mundësi për të kërkuar Zotin me gjithë zemrën tënde. Ai është aty, duke pritur që ti të hapësh derën e zemrës. Ai dëshiron të ndihmojë të heqësh dorë nga ato ngarkesa të rënda dhe të gjesh qetësinë që vjen vetëm nga ai.
Mund të ndihesh i lodhur, por mos harro se Zoti është burimi yt I forcës. Ai është aty për të ndihmuar të heqësh dorë nga barrat e tua dhe të ecësh në dritën e Tij. Kjo është një ftesë për të besuar, për të pranuar se Ai është në kontroll dhe se çdo gjë do të funksionojë për të mirën e atyre që e duan. Dhe kështu, ndërsa ne vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, le të përgatitemi për atë që Zoti ka për ne. Le të hapim zemrat tona dhe të lejojmë dritën e Tij të hyjë. Sepse nëse jemi të gatshëm të heqim dorë nga barrat tona, Zoti do të na udhëheqë në një rrugë të re, një rrugë që na çon drejt shpresës dhe ringjalljes. Çfarë do të ndodhë më pas? Le të zbulojmë së bashku. Nëse ky mesazh të gjeti në një orë të vështirë, dhurimi yt ndihmon që ky fjalë të mbetet e lirë dhe e disponueshme për shpirtin tjetër në dhimbje. Dhuro përmes lidhjes në përshkrim. Ndërsa vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, ndjej një ndjesi të fortë që shumë prej jush ndjeni të humbur, si në një labirint pa dalje. Këto ndjenja të braktisjes dhe të humbjes janë të vërteta, dhe unë e kuptoj. Por, dëshiroj të kujtoj se çdo pritje ka një qëllim. Zoti nuk të ka lënë, dhe as nuk do të braktisë. Ai është duke punuar në jetën tënde, edhe kur nuk e shikon. Në Bibël, ne shohim se si Zoti përdori pritjet për të formuar karakterin e njerëzve të Tij. Mendo për Mojsiun, I cili kaloi 4 dekada në shkretëtir, duke pritur dhe duke u përgatitur për atë që Zoti kishte për të. Ai kishte farë të rënda dhe lutje të heshtura, por Zoti e përgatiti për të çliruar popullin e Tij. Pritja e Tij nuk ishte e kotë, ishte një periudhë formimi. Dhe kështu është edhe me ty Zoti po të përgatit për diçka më të madhe. Pritja jote është një proces, një fazë në udhëtimin tënd. Ai dëshiron që ti të jesh I gatshëm për bekimet që po vijnë. Mos e humb shpresën, sepse çdo ditë që kalon është një hap më afër qëllimit të Tij për ty. Mund të jetë e vështirë të kuptosh se përse po kalon nëpër këtë periudhë të vështirë, por mos harro se Zoti është gjithmonë në kontroll. Ai e di se çfarë është më e mira për ty, ai e di se si të formojë dhe të përgatisë për atë që është përpara. Kjo është një mundësi për të rritur besimin tënd, për të zbuluar forcën tënde të brendshme dhe për të njohur më mirë Zotin. Mendo edhe për Jobin, I cili kaloi një periudhë të madhe vuajtjeje, por në fund ai pa dorën e Zotit duke e rikthyer atë në lavdi. Jobi nuk u dorëzua. Ai mbajti besimin e tij dhe Zoti e shpërbleu atë për qëndresën e tij. Pritja e tij ishte një proces I thellë dhe I rëndësishëm. Tani, ndoshta po pyesni vete, pse Zoti po e lejon këtë të ndodhë në jetën time? Le të kujtoj se ndonjëherë Zoti na fton të presim për të na dhënë më shumë. Ai dëshiron që ne të rritemi në besim, të kuptojmë vlerën tonë dhe të mësojmë të besojmë në planin e Tij, edhe kur nuk e shohim të qartë. Kjo është një mundësi për të reflektuar mbi atë që ka rëndësi në jetën tënde. A ke lënë pas disa ëndrat e tua? A ke mbyllur disa dyrë dhe ke harruar shpresat e tua? Mos lejo që frika të ndalojë. Zoti ka një plan të madh për ty dhe ai plan përfshin ringjalljen e ëndrave të tua. Mund të ndihesh si një ëndër e varrosur, por Zoti është I aftë të sjellë jetë në ato ëndrat e vdekura. Ai është Zoti I ringjalljes. Ai e bëri këtë me Jezusin dhe ai mund ta bëjë këtë edhe për ty. Le të hapim zemrat tona për këtë mundësi të re. Dhe kështu, ndërsa ne përgatitemi për hapin e ardhshëm, kujto se çdo pritje është një mundësi për të rritur besimin tënd. Zoti është duke punuar në jetën tënde dhe ai është duke të përgatitur për diçka të mrekullueshme. Më lejo të inkurajoj, mos u dorëzo. Vazhdoni të besoni, vazhdoni të luteni, vazhdoni të prisni. Çfarë do të ndodhë më pas? Ne do ta zbulojmë së bashku, sepse Zoti ka një plan për ty dhe ai do ta zbulojë atë në kohën e duhur. Le të kalojmë së bashku në këtë udhëtim të besimit dhe të shpresës. Dhe kështu, ndërsa ne presim me durim, ndonjëherë ndjejmë se ëndrat tona janë varrosur thellë, si një thesht I harruar në një qoshe të errët. Por le të ndalojmë për një moment dhe të mendojmë, a keni ndjerë ndonjëherë se mundësitë e tua janë mbyllur?
A keni pasur ëndra që duket se janë mbyllur përfundimisht? Kjo është një ndjenjë e zakonshme dhe është e natyrshme të ndihesh kështu. Por, le të kujtoj se Zoti nuk e harron asnjë nga ëndrat e tua. Ai është aty duke të parë, duke të dëgjuar. Në Bibël, ne shohim shembuj të shumtë të njerëzve që kanë përjetuar dështime dhe mbyllje. Një prej tyre është Mojsi, i cili, pas një jete të tërë të përgatitjes, u ndje i papërshtatshëm për të udhëhequr popullin e Izraelit. Ai kishte frikë, kishte dyshime dhe ndiheshin si një ëndër e varrosur. Por Zoti e thirri atë nga djegja e shkureve dhe i dha një qëllim të ri. Ai e nxori popullin e tij nga skllavëria dhe e udhëhoqi në një tokë të premtuar. Ajo që ndodhi me Mojsi është një kujtesë e fuqishme se Zoti ka një plan për secilin prej nesh. Ndonjëherë duket se ëndrat tona janë mbyllur pas dyerve të mbyllura, por Zoti është duke punuar në mënyra që ne nuk i shohim. Ai po përgatit një rrugë të re për ty, një mundësi për të rinovuar shpresat e tua. Mund të ndihesh i lodhur, i dëshpëruar, madje i braktisur. Por dëshiroj të kujtoj se asnjë periudhë e vështirë nuk kalon pa një qëllim. Çdo dhimbje, çdo dështim, çdo derë e mbyllur është një mundësi për të rritur besimin tënd. Besimi yt është si një farë që ka nevojë për tokë të mirë për të rritur. Ajo nuk mund të rritet në një tokë të thatë dhe të vështirë. Zoti e di se çfarë është më e mira për ty dhe ai është duke punuar për të krijuar një ambient ku besimi yt mund të lulëzojë. Por çfarë ndodh me ëndrat tona të varrosura? Ato nuk janë të humbura për gjithmonë. Zoti është i aftë të sjellë ringjallje në çdo situatë. Ai na fton të besojmë në të pamundur. Në Romakëve 4:17 lexojmë se Zoti thot gjërat që nuk janë si të ishin. Ai e di se çfarë mund të bëjë në jetën tënde. Ai e di se si të sjellë dritë në errësirë. Mund të ndihesh si një ëndër e varrosur, por Zoti është i aftë të sjellë jetë në ato ëndrat e vdekura. Ai është Zoti i ringjalljes. Ai e bëri këtë me Jezusin dhe ai mund ta bëjë këtë edhe për ty. Le të hapim zemrat tona për këtë mundësi të re. Mund të jesh duke pritur një mundësi të re, një derë të hapur, një shans për të rinovuar ëndrat e tua. Por ndonjëherë ne duhet të heqim dorë nga ato gjëra që na mbajnë mbrapa. A ka diçka që po të pengon të ecësh përpara? A është një frikë? Një dëshpërim? Një dështim i kaluar? Zoti dëshiron të ndihmojë të heqësh dorë nga ato gjëra dhe të jap forcën për të ecur përpara. Le të lutemi së bashku për këtë. Zoti, ne të kërkojmë ty sot. Ne të kërkojmë të na ndihmosh të heqim dorë nga çdo peshë që na mban mbrapa. Na ndihmo të besojmë në ringjalljen e ëndrave tona. Na ndihmo të shohim çdo mundësi të re që ti ke për ne. Dhe kështu, ndërsa ne përgatitemi për hapin e ardhshëm, kujto se çdo pritje është një mundësi për të rritur besimin tënd. Zoti është duke punuar në jetën tënde dhe ai është duke të përgatitur për diçka të mrekullueshme. Më lejo të inkurajoj, mos u dorëzo. Vazhdoni të besoni, vazhdoni të luteni, vazhdoni të prisni. Çfarë do të ndodhë më pas? Ne do ta zbulojmë së bashku, sepse Zoti ka një plan për ty dhe ai do ta zbulojë atë në kohën e duhur. Le të kalojmë së bashku në këtë udhëtim të besimit dhe të shpresës. Çfarë ndodh kur ëndrat tona të varrosura fillojnë të dalin në dritë? Çfarë ndodh kur ne përballemi me dyert e mbyllura që na duken të pamundura për t'u hapur? Sot dua të flas për identitetin ton, vlerën ton dhe gracinë që na është dhënë. Zoti, në dashurinë e tij të pafundme, na ka krijuar me qëllim dhe me vlerë të madhe. Kur ne ndjehemi të humbur, të pavlerë, kujtojmë se Zoti na njeh. Ai na njeh më mirë se ne njohim veten tonë. Në Gjonin 1:12 thuhet, por sa i pranuan, u dha fuqinë të bëhen fëmijët e Zotit. Kjo është identiteti ynë. Ne jemi fëmijët e tij, të dashur dhe të çmuar. Çdo herë që ndiheni të pavlerë, kujtoni se Zoti ju ka dhënë një identitet të ri. Ai ju ka quajtur me emër dhe ju ka bërë pjesë të familjes së tij.
por ndonjëherë ëndrat tona duket se janë varrosur në mpeshat e dështimeve dhe frikave. Ne kemi parë dyrë të mbyllura dhe kemi ndjerë se shpresat tona janë harruar. Por, në këto momente, është e rëndësishme të kuptojmë se Zoti është gjithmonë në kontroll. Ai punon në mënyra që ne nuk mund t'i shohim. Kjo është një mundësi për të rritur besimin tonë. Mendo për jetën e Mojsiut. Ai u rrit në pallatin e faraonit, por u detyrua të ikte në shkretëtirë. Ajo që duket si një dështim ishte në të vërtetë një përgatitje për misionin e tij të madh. Zoti e përgatiti Mojsiun për të çliruar popullin e tij. Edhe kur ndihesh i humbur, kujto se çdo hap i jetës tënde mund të jetë një përgatitje për diçka të madhe që Zoti ka për ty. Dhe çfarë ndodh kur ne fillojmë të pranojmë vlerën tonë dhe identitetin tonë? Ne fillojmë të shohim hapësira të reja për ëndrat tona. Ne fillojmë të besojmë se Zoti mund të bëjë mrekulli në jetën tonë. Ne fillojmë të hapim dyra që mendonim se ishin të mbyllura për gjithmonë. Kjo është një udhëtim që kërkon besim dhe guxim. Zoti po të thërret për të besuar në vlerën tënde. Ai po të inkurajon të heqësh dorë nga çdo mendim negativ që ke për vete. Ti je më shumë se sa rrethanat e tua. Ti je më shumë se sa dështimet e tua. Ti je një fëmijë i Zotit dhe ai ka një plan të mrekullueshëm për ty. Ndërsa ne vazhdojmë këtë udhëtim, kujto se çdo hap që merr është një hap drejt qëllimit të tij për jetën tënde. Ai të ka dhënë një identitet të ri dhe tani është koha për të ecur me besim. Mos lejo që frika të të ndalojë. Mos lejo që dyshimi të të pengojë. Zoti është me ty dhe ai do të udhëheqë në çdo hap. Siç e shohim në Romakëve 8:31, nëse Perëndia është për ne, kush mund të jetë kundër nesh? Kjo është një premtim që duhet ta mbajmë në mendje. Asnjë pengesë nuk është e madhe kur Zoti është me ne. Ai është fuqia jonë dhe mbështetja jonë. Dhe tani, ndërsa ne kalojmë në bllokun e ardhshëm, do të flasim për besimin që kërkohet për të bërë hapat e ardhshëm. Si mund të besojmë dhe të jemi të bindur ndaj Zotit në çdo hap që marrim? Si mund të qëndrojmë të qetë dhe të besojmë në planin e tij, edhe kur rrethanat duken të vështira? Kjo është ajo që do të eksplorojmë së bashku. Le të vazhdojmë këtë udhëtim të besimit dhe shpresës, sepse Zoti ka shumë për të zbuluar për ne. Dhurimi juaj nuk është vetëm mbështetje për këtë kanal, ndihmon në sjelljen e shpresës për dikë që lutet në heshtje sonte. Përdorni lidhjen për dhurim në përshkrim. Në këtë moment, le të reflektojmë mbi besimin tonë dhe përkushtimin ndaj Zotit. Si mund të qëndrojmë të qetë dhe të bindur përpara Tij? A e ndjeni këtë ngarkesë në zemrat tuaja? Ajo është e vërtetë dhe ndonjëherë ndjejmë se jemi të humbur, të frikësuar për të ardhmen, të pasigurt për hapat që duhet të ndjekim. Por, kujtoni, besimi është një udhë që ne e zgjedhim çdo ditë. Kur flasim për besimin, shpesh na vjen në mendje historia e Abraham, i cili u bë Abraham. Ai mori thirrje nga Zoti për të lënë vendin e tij, për të shkuar në një tokë që nuk e kishte parë kurrë. Si ndiheshin ata që e dëgjuan këtë? Si mund të besosh në një plan që nuk e sheh? Por Abraham zgjodhi të besonte. Ai e dinte se Zoti kishte një qëllim për të, edhe kur rrethanat duken të pasigurt. Ai është një shembull për ne të gjithë. Tani, le të mendojmë për jetën tonë. A jemi ne të gatshëm të lëvizim përpara, të besojmë në atë që Zoti ka për ne? Kjo është një pyetje e rëndësishme, sepse besimi nuk është vetëm një ndjenjë, është një veprim. Kur ne besojmë, ne jemi të thirrur të veprojmë. Zoti na thotë, beso në mua dhe unë do të udhëheq. Ai dëshiron që ne të jemi të bindur ndaj Tij, të jemi të qetë përpara Tij, siç na tregon Psalmi 46:10, qetësohuni dhe njihni se unë jam Perëndia. Por, si arrim këtë qetësi? Si mund të jemi të bindur në planin e Tij, kur jeta na sjell sfida të papritura? Këtu është ku besimi ynë bëhet një udhërrëfyes. Kur ne e vendosim besimin tonë te Zoti, ne fillojmë të ndjejmë një qetësi të thellë që kalon çdo kuptim.
Ai është aty për të na mbështetur, për të na udhëhequr në çdo hap. Dhe ndonjëherë besimi kërkon që të jemi të durueshëm. Kërkon që të presim me besim, të besojmë se Zoti po punon në jetët tona, edhe kur nuk e shohim atë. Në letrën e Hebrejve 11:1 shkruhet: besimi është sigurimi i gjërave që shpresojmë, provat e gjërave që nuk i shohim. Kjo është një thirrje për të besuar, për të pranuar që Zoti ka një plan të mrekullueshëm për ne, edhe kur ne nuk e kuptojmë plotësisht. Le të kujtojmë se çdo hap që marrim është një mundësi për të treguar besimin tonë. Çdo sfidë që përballim është një mundësi për të rritur besimin tonë. Ajo që duket si një pengesë mund të jetë një mundësi për të parë fuqinë e Zotit në veprim. Prandaj, mos lejoni që frika ose dyshimi të ndalojnë. Zoti është me ty, dhe Ai do të udhëheqë në çdo hap. Dhe tani, ndërsa kalojmë në bllokun e ardhshëm, do të flasim për atë që ndodh kur ne e vendosim besimin tonë te Zoti. Si na udhëheq Ai në hapat e ardhshëm? Çfarë ndodh me ne kur ne i dorëzojmë zemrat tona dhe besimin tonë në duart e Tij? Kjo është ajo që do të eksplorojmë së bashku. Le të vazhdojmë këtë udhëtim të besimit dhe shpresës, sepse Zoti ka shumë për të zbuluar për ne. Por çfarë ndodh kur ne vendosim besimin tonë te Zoti? Si na udhëheq Ai në hapat e ardhshëm? Këto janë pyetje të rëndësishme që kërkojnë një përgjigje të thellë. Kur ne i dorëzojmë zemrat tona dhe besimin tonë në duart e Tij, ne hapim dyert për një udhëtim të ri, për një transformim të thellë. Zoti është i gatshëm të na udhëheqë, por ne duhet të jemi të gatshëm të dëgjojmë dhe të ndjekim. Në Bibël, ne shohim shembuj të shumë të njerëzve që e besuan Zotin dhe ju dorëzuan Atij. Një nga këta njerëz është Abrahami. Ai u thirr nga Zoti për të lënë të gjitha gjërat e njohura dhe për të shkuar në një tokë të panjohur. Ai nuk e dinte se ku po shkonte, por ai e dinte se Zoti ishte me të. Ai e besoi Zotin dhe u bë baba i shumë kombeve. Besimi i tij e udhëhoqi atë në një rrugë të pabesueshme, një rrugë që ndryshoi historinë. Kur ne e vendosim besimin tonë te Zoti, ne po i japim vetes mundësinë për të parë mrekullitë e Tij në jetën tonë. Zoti na fton të heqim dorë nga frika, të lirojmë ngarkesat tona dhe të besojmë se Ai do të na udhëheqë. Ai është një udhëheqës i sigurt dhe i dashur, dhe Ai dëshiron që ne të ndjekim hapat e Tij me besim dhe guxim. Por ndonjëherë ne ndjehemi të humbur. Ne ndjejmë se nuk e dim se ku po shkojmë, dhe kjo na frikson. Por le të kujtojmë se Zoti e di se çfarë është më e mira për ne. Ai na njeh më mirë se sa ne e njohim vetveten. Ai di për ëndrat tona, për dëshirat tona dhe për çdo pengesë që ne hasim. Ai është aty për të na udhëhequr, për të na dhënë forcë dhe për të na ndihmuar të bëjmë hapat e duhur. Kjo është një thirrje për ne që të besojmë në udhëheqjen e Tij. Çfarëdo që të ndodh, mos e humb besimin. Mos u dorëzo. Zoti është me ty dhe Ai do të udhëheqë në çdo hap. Ai do të jap forcë për të përballuar çdo sfidë që vjen përpara teje. Ai do të ndihmojë të kuptosh se çdo hap që merr është një mundësi për të treguar besimin tënd. Dhe kur ne e bëjmë këtë, ne fillojmë të ndjejmë një paqe të thellë në zemrat tona. Një paqe që kalon çdo kuptim. Një paqe që na ndihmon të përballojmë çdo sfidë, çdo shqetësim, çdo dhimbje. Kjo është paqja që Zoti ofron për ata që besojnë dhe i dorëzojnë zemrat e tyre te Ai. Tani, ndërsa kalojmë në bllokun e ardhshëm, do të flasim për dhimbjen dhe vështirësitë që na formojnë. Si ndihmojnë këto përvoja në rritjen tonë shpirtërore? Cila është rëndësia e tyre në udhëtimin tonë të besimit? Këto janë pyetje që do të eksplorojmë së bashku. Le të vazhdojmë të kërkojmë udhëheqjen e Zotit, sepse Ai ka shumë për të na mësuar. Ndërsa kalojmë në këtë blok, le të përmendim se si dhimbja dhe vështirësitë na formojnë. A keni ndjerë ndonjëherë se jeta juaj është si një luginë e errët, ku çdo hap duket se është një sfidë? E ndjeni atë peshë që ju shtyp?
E di se është e vështirë, por le të kuptojmë së bashku se si Zoti përdor këto momente të dhimbshme për të na formuar dhe për të na afruar më shumë me të. Në Bibël, ne shohim shumë shembuj të njerëzve që kaluan me përvale të dhimbshme. Mendo për Jobin, një njeri i drejtë që pësoi humbje të mëdha, dhimbje të thella dhe vuajtje të paimagjinueshme. Ai e pyeti Zotin, pse po më ndodh kjo? Por në mes të vuajtjeve të tij, Jobi gjithashtu zbuloi një të vërtetë të thellë. Ai e pa Zotin më qartë se kur më parë. Ai u formua nëpërmjet dhimbjes së tij dhe kjo e bëri besimin e tij më të fortë. Të dashurit e mi, dhimbja nuk është thjesht një pengesë. Ajo është një mësuese. Ajo na ndihmon të rritemi, të kuptojmë vlerën e besimit dhe të forcojmë marrëdhënien tonë me Zotin. Dhimbja na kujton se ne nuk jemi të vetmuar. Ajo na udhëzon drejt një njohjeje më të thellë të vetes dhe na ndihmon të kuptojmë se ne kemi nevojë për Zotin. Ai është aty për të na mbështetur, për të na ngushëlluar dhe për të na udhëhequr. Mendo për momentet kur ndihesh i humbur, kur çdo gjë duket e errët. Këto janë momentet kur Zoti po punon më shumë se kurrë. Ai po të formon, po të përgatit për gjërat e mëdha që do të vinë. Ai po të ndihmon të kuptosh se çdo dhimbje, çdo humbje, çdo sfidë është një hap në udhëtimin tënd drejt qëllimit të tij për jetën tënde. Mos e humb shpresën. Në çdo lugim të dhimbshme ka një mundësi për të rritur. Në çdo përvojë të vështirë ka një mësim për të mësuar. Dhe ndërsa kalon nëpër këtë proces, kujto se Zoti është me ty, ai e sheh çdo lot, e dëgjon çdo lutje të heshtur dhe e di çdo dhimbje që ti përjeton. Le të shohim një tjetër shembull të fuqishëm nga Bibla, Pali. Ai kaloi shumë vështirësi, burgosje dhe përndjekje për shkak të besimit të tij. Por në mes të gjithave, ai shkroi, në çdo gjë jap falënderim, sepse kjo është vullneti i Zotit për ju. 1 Selanikasve 5:18. Pali e kuptoi se dhimbja e tij kishte një qëllim dhe se çdo sfidë ishte një mundësi për të glorifikuar Zotin. Tani, ndoshta po pyesni, si mund të gjej forcë në mes të dhimbjes? Përgjigjja është e thjeshtë, dorëzoje veten te Zoti. Ai është burimi i forcës, shpresës dhe ngushëllimit. Kur e hap zemrën tënde për të, ai do të mbushë me paqe dhe do të ndihmojë të kalosh çdo sfidë. Le të mos harrojmë se dhimbja është një pjesë e natyrshme e jetës. Por ajo nuk është fundi. Ajo është një hap në rrugën tonë drejt një kuptimi më të thellë të dashurisë së Zotit. Ai po të formon, po të përgatit për një të ardhme më të ndritur. Prandaj, kur ndihesh i dobët, kujto se Zoti është aty për të mbështetur. Dhe ndërsa përfundojmë këtë blok, le të mendojmë për mënyrën se si ne mund të shndërrohemi në dritë për të tjerët, duke ndarë historitë tona të dhimbjes dhe shpresës. Si mund të bëhemi dëshmitar të dashurisë së Zotit për ata që ndihen të humbur? Kjo është ajo që do të eksplorojmë në blokun e ardhshëm. Do të flasim për rolin tonë si dritë në botë dhe si mund të krijojmë një komunitet të fortë për të ndihmuar njëri tjetrin në këtë udhëtim. Le të vazhdojmë së bashku në këtë rrugë të besimit dhe shpresës. Nëse kjo lutje të forcoj, bëj një dhurim përmes lidhjes në përshkrim që ky shërbim të vazhdojë të arrijë njerëzit që ndihen të vetmuar. Ndërsa mendojmë për rolin tonë si dritë në këtë botë, le të thellohemi në një aspekt të rëndësishëm, restaurimi i brendshëm para ndryshimit të jashtëm. Shumë herë, ne kërkojmë të ndryshojmë rrethinën tonë, të krijojmë një jetë më të mirë, por harrojmë se ndryshimi më i rëndësishëm fillon brenda nesh. A e ke ndjerë ndonjëherë si të ishe në një errësirë, duke kërkuar dritën, por pa e ditur se ajo dritë ndodhet brenda teje? Zoti është atje, duke pritur që ti të zbulojë atë dritë. Në Bibël, ne shohim shembuj të fuqishëm të restaurimit të brendshëm. Mendo për Davidin, i cili përballoi shumë sfida dhe dhimbje. Ai përjetoi humbje, tradhti dhe madje edhe ndjenja të thella të braktisjes. Por, përmes këtyre provave, Zoti e formoi atë. Ai e ndihmoi të kuptonte se vlera e tij nuk ishte në atë që kishte ose në atë që bënte, por në atë se kush ishte në sytë e Zotit.
David shkroi, "Krijo, o Zot, një zemër të pastër në mua", Psalmi 51:10. Ai kuptoi se për të qenë i plot, duhej të fillonte nga brenda. Të gjithë ne kemi plagë, të cilat ndonjëherë i fshehim thellë brenda vetes. Këto plagë mund të na mbajnë të lidhur, të na pengojnë të ecim përpara. Por Zoti dëshiron të na sjellë shërim. Ai dëshiron të na ndihmojë të heqim dorë nga ato ngarkesa që na mbajnë të bllokuar. Ai po të thotë sot, "Unë kam parë dhimbjen tënde dhe unë kam dëgjuar lutjet e tua." Ai është aty për të të ndihmuar të gjesh paqen dhe shpresën që ndoshta mendon se e ke humbur. Kur ne lejojmë Zotin të punojë brenda nesh, ndodhin mrekulli. Ai na ndihmon të shohim vlerën tonë të vërtetë dhe të kuptojmë se jemi të dashur për të. E vetmja mënyrë për të filluar këtë proces është të hapim zemrat tona dhe të lejojmë që ai të hyjë. Kjo është një udhëtim, një proces që kërkon kohë dhe durim. Por çdo hap që ne bëjmë drejt këtij restaurimi është një hap drejt dritës që po kërkojmë. Mendo për ato momente kur ndihesh i frikësuar ose i humbur. Ajo që ndodh brenda teje është e rëndësishme. Zoti dëshiron të krijojë një hapësirë të sigurt brenda teje, një vend ku mund të ndihesh i qetë dhe i dashur. Ai dëshiron të të ndihmojë të shohësh se çfarë do të thotë të jesh i plot në të. Çdo dhimbje, çdo humbje, çdo sfidë është një mundësi për të rritur besimin tënd dhe për të forcuar marrëdhënien tënde me të. Dhe kur ne fillojmë të restaurohemi brenda, ndryshimet e jashtme fillojnë të ndodhin natyrshëm. Ne fillojmë të shohim botën ndryshe, të përjetojmë marrëdhënie më të thella dhe të ndihmojmë të tjerët të përjetojnë dritën që ne kemi zbuluar. Kjo është ajo që Zoti dëshiron për ne, të jemi dritë për botën, të jemi dëshmitar të dashurisë së Tij. Dhe ndërsa përfundojmë këtë blok, le të mendojmë për atë se si mund të lejojmë Zotin të punojë në ne, duke na restauruar dhe përgatitur për ndryshimin që ai ka në mendje për ne. Si mund të hapim zemrat tona dhe të lejojmë që ai të na udhëheqë në këtë udhëtim të shërimit? Në blokun e ardhshëm do të flasim për mënyrën se si të bëhemi dritë për të tjerët, si të ndajmë historitë tona dhe të krijojmë një komunitet që mbështet njëri tjetrin në këtë proces të rëndësishëm. Le të vazhdojmë së bashku në këtë rrugë të besimit dhe shpresës. Në këtë blok, ne do të shqyrtojmë se si të bëhemi dritë, si të jemi dëshmitar të dashurisë së Zotit dhe si të krijojmë një komunitet që mbështet njëri tjetrin. Kjo është një thirrje e madhe dhe e rëndësishme, sepse në botën tonë ka kaq shumë errësirë. Ka shumë njerëz që po kalojnë nëpër sfida, që ndihen të humbur dhe të vetmuar. Ajo që Zoti dëshiron është që ne të jemi dritë për ta, të jemi një burim shprese dhe ngushëllimi. Kur mendojmë për dritën, kujtojmë fjalët e Jezusit në Mateu 5:14-16, ju jeni drita e botës. Një qytet që ndodhet mbi një mal nuk mund të fshihet. Po ashtu, nuk ndriçojnë dritat e tyre dhe nuk i vendosin në një enë, por mbi një stend që të ndriçojnë të gjithë ata që janë në shtëpi. Ne jemi thirrur të ndriçojmë, të tregojmë dashurinë e Zotit përmes veprimeve tona, fjalëve tona dhe jetës sonë. Por si mund ta bëjmë këtë? Si mund të jemi dritë në një botë që shpesh duket kaq e errët? E para, ne duhet të njohim vlerën tonë. Nuk mund të jemi dritë për të tjerët nëse nuk e dimë se sa të çmuar jemi në sytë e Zotit. Ai na ka krijuar me qëllim, na ka dhënë dhurata dhe talente që mund t'i ndajmë me të tjerët. Në Romakëve 12:6-8 na thuhet se secili nga ne ka dhuratat e veta dhe ne duhet t'i përdorim ato për të shërbyer të tjerët. Kjo është mënyra se si ne bëhemi dritë. Mendoni për historinë e ndihmës së mirë samaritane. Ai nuk e mendoi veten e tij, por ndihmoi një njeri të plagosur dhe të lënë pas dore. Ai e tregoi dashurinë e Zotit përmes veprave të tij. Ne gjithashtu duhet të jemi të gatshëm të ndihmojmë ata që janë në nevojë, të ofrojmë një dorë ndihme, një fjalë ngushëlluese ose thjesht një dëgjim të sinqert. Kjo është ajo që e bën dritën tonë të ndriçojë më fort. Dhe ndërsa bëjmë këto veprime, ne krijojmë një komunitet të fortë. Një komunitet ku njerëzit ndihen të mbështetur, të dashur dhe të pranuar.
Një vend ku ata mund të ndajnë ngarkesat e tyre dhe të gjejnë ngushëllim në shoqërinë e të tjerëve. Në Hebrejve 10:24-25 na thuhet, le të kujdesemi njëri për tjetrin për të nxitur dashurinë dhe veprat e mira dhe të mos e lëmë mënjan mbledhjen tonë siç është zakoni disa. Kjo është thirrja jonë, të jemi së bashku, të mbështesim njëri tjetrin dhe të ndihmojmë njëri tjetrin të rritemi në besim. Por ndonjëherë ndjejmë frikë. Frikë nga gjykimi, frikë nga dështimi, frikë nga refuzimi. Por Zoti na thotë se ai është me ne. Ai na jep forcë dhe guxim për të dalë përpara. Në Isaia 41:10 ai na inkurajon, mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos u shqetëso, sepse unë jam Zoti yt. Kjo është një premtim i fuqishëm. Ne nuk jemi kur vetëm në këtë udhëtim. Ndërsa përfundojmë këtë blok, mendojmë se si mund të jemi dritë për ata që na rrethojnë. Si mund të ndihmojmë ata që janë të humbur dhe të dëshpëruar? Si mund të krijojmë një komunitet që mbështet dhe inkurajon? Le të hapim zemrat tona dhe të lejojmë Zotin të na udhëheqë në këtë rrugëtim të rëndësishëm. Në blokun e ardhshëm do të flasim për bekimin që vjen nga ky angazhim dhe si mund ta përjetojmë atë në jetën tonë. Le të vazhdojmë së bashku në këtë udhë të besimit dhe shpresës. Kthe këtë moment në dashuri në veprim, dhuro tani përmes linkut në përshkrim dhe ndihmo këtë mesazh të arrijë dikë që është afër dorëzimit. Në këtë udhë të besimit dhe shpresës, ne shpesh na ndodh të përballemi me sfida që na duken të pamundura. Por, siç e dim, Zoti është gjithmonë aty, duke na ofruar bekimin e Tij, edhe kur ne nuk e shohim atë. Ai na fton të besojmë se çdo gjë që kalojmë ka një qëllim dhe një plan të madh në mendjen e Tij. Në Romakëve 8:28 na thuhet se të gjitha gjërat punojnë së bashku për të mirën e atyre që e duan Perëndin. Kjo do të thotë se çdo vuajtje, çdo dështim, çdo hap pas, është pjesë e një skenari më të madh që ai ka për ne. Mund të ndiheni të lodhur, të dëshpëruar, ndonjëherë edhe të braktisur. Por, kujtoni se Zoti është gjithmonë me ju, duke ju mbajtur në duar. Ai dëshiron që ju të ndiheni të tërhequr drejt Tij, të keni besim në planin e Tij. Siç ndodhi me Mojsiun, kur ai u përball me detin e kuq, ai ishte në një situatë të paqartë. Por Zoti i tha, mos ki frikë, qëndro dhe shiko shpëtimin që Zoti do t'ju sjellë sot. Eksodi 14:13. Kjo është një ftesë për ne gjithashtu, për të besuar se Zoti do të sjellë shpëtim në momentet tona më të vështira. Dhe kështu, ne duhet të jemi të gatshëm të pranojmë bekimin e Tij, të pranojmë se ai ka një plan për ne, edhe kur nuk e shohim atë menjëherë. Bekimi i vërtet nuk është vetëm një ndihmë në momentin e krizës, por është një transformim i brendshëm që ndodh kur ne i besojmë plotësisht Atij. Ai na ndihmon të rritemi, të forcohemi dhe të bëhemi më të fortë përmes çdo përvoje që kalojmë. Si të krishterë, ne jemi të thirrur të jemi dritë për të tjerët. Mendojini ata që janë në errësirë, ata që ndihen të humbur dhe të braktisur. Si mund të jemi ne ata që sjellin shpresë dhe ngushëllim? Si mund të ndihmojmë ata që ndihen të përmbysur nga jeta? Zoti na thotë se kur ne qëndrojmë fort në besimin ton, ne jemi një dritë që ndriçon errësirën për të tjerët. Le të lutemi që Zoti të na udhëheqë në këtë rrugëtim, që të jemi ata që sjellin ndryshimin në botën tonë. Le të jemi ata që përhapin dashuri, shpresë dhe ngushëllim. Ndërsa përfundojmë këtë mesazh, kujtoni se bekimi i Zotit është me ju. Ai është me ju në çdo hap që hidhni. Ai dëshiron që ju të jeni një dëshmi e fuqishme e dashurisë së Tij për botën. Kështu, përfundoni këtë udhë të besimit me besimin se Zoti ka një plan të madh për ju. Ai dëshiron t'ju bekojë, t'ju shërojë dhe t'ju përdorë si një dritë për të tjerët. Le të jemi të hapur për bekimin e Tij dhe të angazhohemi për të sjellë ndryshimin në jetët tona dhe në jetët e të tjerëve. Zoti është me ne, dhe kjo është një premtim që nuk do të shkënjej kurrë.